Përshëndetje, unë quhem Pleqi Vutri, jam 29 vjeç, kam mbaruar studimet e larta për teknologji informacioni. Prej disa vitesh, le të themi për 7 vitesh, kam menaxhuar një kancelari në qytetin e Elbasanit, të cilën e kishin pritrit e mi. Aktualisht kam kancelarin time personale, në të cilën ofroj një gamë të ndryshme shërbimesh, si dhe artikuj shkollor, zyrash. Për të krijuar një pavarësi nga familja ime, kam vendosur që të hap biznesin tim privat, pra kancelarin dhe shërbimet online që unë krye. Mendimin e Fedinvest kam marrë për herën e 4 këtë di, dhe këtë nuk e kam menduar 2 herë, sepse e dija që ishte një vetëbërmi duhur dhe unë do t'ja dilja. Për Fedin kam dëgjuar nga prindërit e mi, të cilët kanë marrë disa herë kredi në këtë institucion financiar dhe kanë qenë shumë të kënaqur si për interesat të cilat janë më konkurruese në treg. Disbursimi i shpejtë i kredisë, kushte lehtësuese si dhe për më tepër është pranë dyqanit tim. Sfida më e madhe ka qenë pjesa ekonomike, se nga momenti që unë hapa dyqanin më duhej gjithkohës që të investoja, të sillja mallra të rinj, gjëra të veçanta, dhe për këtë mua më ka ndihmuar Fedinvest. Fedinvestin e shoh si një partner dhe një mbështetje financiare me të cilin mendoj se bashkëpunimi do të jetë afatgjatë. Kam një mesazh për të gjithë të rinj që duan të bëjnë diçka të re, që duan të marrë një sipërmarrje, të kenë biznesin e tyre të ecin përpara. Mbështetjen e tyre do ta gjejnë tek Fedinvest. Ka një staf shumë miqësor të gatshëm për t'ju ndihmuar në çdo mundësi. Bëni atë që dëshironi të bëni për një të ardhme të suksesshme.